Unë dua ta nis pikërisht me Islin që e kemi sot në këtë bisedë, dua ta nis nga kombëtarja shqiptare. Kemi 2 ndeshje të fundit të grupit ton për eliminatorët e botrorit vitit 2026, po sidomos ajo me Andorrën, ndeshja e parë është ndeshja përcaktuese që ne shpresojmë që të dalim me sukses. Isli, së pari një herë, para se të shkojmë të ndeshja me Andorrën, mendimi yt për të gjithë këtë sezon dhe për gjitha këto eliminatorët kombëtares. Nga trajneri, nga formacioni, nga loja, gjithçka që ti mund ta bësh analizën më mirë, si të zhdukur kombëtarja. Normalisht në pikën ku jemi, po ta fillojmë analizën që nga ndeshja e parë, mendoj që ka qenë një fillim jo i mbar, pavarësisht Angli, ne e dim gjithë forcën e Anglisë, që ne nuk mund të përballemi dot direkte. Më pas vazhdojnë ndeshjet pozitive dhe mendoj i vetmi hap fallci joni që ne gjithmonë situash ndonjëherë na kthehet dhe nga ngremi. Këto ekipet e vogla në letër zhgënjejnë pak dhe ai barazimi besoj deri në këto momente ai vetëm barazim me Letoninë atje disi ka jo e ka ulur, por na vështirësoi si thua rrugtimin ton deri këtu ku jemi. Por që fitoren Serbi, si tush e kaloi atë barazim Letonisë dhe ja ku jemi këtu që fatet i kemi vetë në dorë. Mendoj që ndeshja me Andorrën ka një rëndësi të jashtëzakonisht madhe, sepse jemi një hap drejt rrugës për kualifikimin dhe për play-off. A të bind kjo kombëtare? Mendoj që kemi shumë punë, nuk është si thuash kombëtarja më e mirë për momentin, sepse kemi pas shumë oscilacione. Ne e dim shumë mirë dhe forcën tonë, dim shumë mirë dhe lojtarët të cilët shpeshherë ne kemi këtë problematikë që nuk është se janë stabil në ekipet që janë. Kështu që ne gjithmonë e kemi pasur këtë problematikë, sepse vazhdimësia e një sportisti është shumë e domosdoshme dhe për atë çka jep performancë. Gjithsesi tash jemi me merit ku jemi. Mendoj që jemi pranë kualifikimit dhe shpresoj që të bëjmë një ndeshje pozitive në Andorra. Andi, në prag të 2 ndeshjeve, ndoshta më të rëndësishme të historisë kombëtare son, për nga rëndësia e kompeticionit ku presim që është botrori për herë të parë, si e sheh gjendjen e skuadrës? Tani, erdhi momenti shumë pritur, ne kemi diskutuar këtu në emisionet tona dhe ky moment erdhi. Dhe momenti nis që me listën e shpallur nga trajneri Silvinho. Pa diskutim që unë nuk prisja surpriza dhe surpriza nuk ka, sepse ndeshja me Andorrën është ndeshja ndoshta më e rëndësishme e historisë kombëtare shqiptare. Kemi arritur 2 herë në kampionatin evropian, që pa diskutim që një arritje e jashtëzakonshme, kemi bërë lojë shumë të mira dhe kemi treguar Europës që ne dim të luajmë futboll. Tani ka ardhur momenti që ne t'i tregojmë ndoshta edhe botës që ne dim të luajmë futboll. Nuk ka surpriza siç e thash, lista është ajo që pritej, vetëm me 2 emra, domethënë me Klisman Cakin i cili bindi në ndeshjen miqësore me Jordaninë, tregoi vërtet që është një mbrojtës i nivelit të lartë dhe një ardhmë me ekipit tonë kombëtar, dhe është rikthyer dhe Indrit Tuci, një lojtar vërtet teknik dhe i shpejtë që për mendimin tim është një zgjedhje shumë e saktë e trajnerit Silvinho, pasi e kam deklaruar këtu në emision që në këtë ndeshje me Andorrën do na duhen shumë dhe lojtarët individualistë, që do të thotë ata që do të ata do mbyllen në mbrojtje, po themi, parashikoj që do mbyllen në mbrojtje, ata jo vetëm me ne, po ato në gjithë ndeshjet që bëjnë në përgjithësi mbyllen mbrojtje, por nuk duhet të harrojmë dhe gjë. Në kohët e fundit dhe vitet e fundit skuadra Andorrës e ka rritur cilësinë, sepse ka lojtarë që vinë nga kampionati spanjoll, niveli 2, niveli 3, janë aty afër, janë në kufi, por kanë, domethënë, këtë idenë e futbollit që dalin në kundërshtim të shpejtë, në tranzicion pozitiv. Unë mendoj që ne do të jemi shumë kujdesshëm, por ka ardhur momenti që ne të tregojmë tani gjithçka. Duhet ta fitojmë këtë ndeshje në një formë ose në një formë tjetër. Në mënyrë të bukur dhe jo të bukur, përfundimi duhet të jetë me 3 pikë. Duhet jemi pragmatist për të arritur 3 pikët. Profesor Revioni, unë doja të të pyesja konkretisht për formacionin, çfarë analize mund t'i bësh ti formacionit Silvinhos për ndeshjen me Andorrën dhe me Anglin, po me Andorrën së pari, po themi. Atëherë, siç e thanë dhe kolegët për pjesën e grumbullimit listës, nuk priteshin ndryshime të mëdha. Gjithsesi, mua më gëzon fakti për disa nga lojtarët që
janë aktiv në për ekipet respektive dhe kjo është gjë e mirë. Si Smajli, Mitaj, Aslani, që luajnë rregullisht me Don Berisha po bën goxha mirë, Ylber Ramadani po ashtu. Më vjen mirë për Yasir Hasanin sepse ka marrë minuta te ekipi ku është, ka shënuar gol. Dhe më vjen keq vetëm për Nedim Bajramin që ka një ngërç ke Rangers, s'ka qenë as i grumbulluar, ka qenë tribun. Por siç e kishte theksuar dhe Silvini që është lojtari golshënues i viteve të fundit. Iko Silvinho. Iko Silvinho dhe është lojtar me vlera. Normalisht sado nuk mund të ketë kontingjent gjendje fizike ritmin si të tjerat, besoj që është vlerë për kombëtarin, ka cilësi. Por gjithsesi mendoj me Andorën asnjëherë s'kemi bërë ndeshje të bukura. Vetëm thjesht kemi marrë rezultatin. Kemi bërë ndeshje pragmatiste. Ndeshje pragmatiste. Okej. Dhe mendoj që mund të jetë e njëjtë situata sërish dhe me Anglinë pastaj besoj që pavarësisht forcës anglisë ashtu lojtarët do përpiqen të bëjnë maksimumin dhe të bëjnë futboll të bukur. Do shkojmë tek Anglia. Isli, unë dua të të pyes tani se kam përshtypjen që portierët kanë një fat që e shohin ndeshjen dhe bëhen tani nuk e di se sa, po më kanë thënë se unë s'jam futbollist. Më kanë thënë që bëhen trajnerë shumë të mirë, nga që kanë fatin që të shohin ndeshjen. Cili duhet të jetë formacioni nga këta lojtarë që janë publikuar nga Silvio, po them. Në ndeshjen me Andorrën së pari, pastaj do shkojmë edhe tek Anglia. Jo. Mendoj, jam me një mendim me dy kolegët, me çka folën përpara, që baza e ekipit dhe ekipi kombëtar ka krijuar filozofinë e vet dhe Silvinho e ka në kokë, si thua, dhe formacion. Mund të ketë lëvizje të vogla, sepse jemi në një situatë delikate ku neve nuk kemi alternativë përveç fitores. Eksperimente dhe prodhet e reja në këtë momente do të jetë, si thua, shkatruese për ne, nëse bëjmë eksperiment. Domethënë Silvinho e di pak a shumë 11-ën, vetëm nëse mund të kemi, ne urojmë që mos ketë dëmtime apo gjendje fizike jo të mirë që mund të kemi ndonjë ndryshim. Por që mendoj përballë Andorrës është një ndeshje mjaft delikate ku besoj që ne do të jemi dominues të takimit si çdo, sepse po t'i marrim dhe me individ ne kemi kualitete shumë më të lartë, lozën nivel më të lartë se lojtarët e Andorrës, jo për të analizuar kundërshtarin, sepse këto janë ndeshjet që neve duhet të fitojmë, sepse fillon nga ne. Ne duhet të jemi 100%, mos kemi asnjë ndryshim dhe mendoj që nuk do të kemi shumë ndryshime, thjesht mendimin tim, si thua, mendoj që ne duhet të kemi lojtarë, sepse ato do jenë, po them, 80% ndeshjes do jenë mbrojtje. Domethënë kështu Andorra ka modulin e lojës, ka kapacitetin dhe forcën. Thjesht mendoj kundraktuar që mund na zej disi. Kështu që unë mendoj duhet të kemi lojtar më driblues, për Hoxhën besoj të tjetë alternative mirë sepse është driblues i mirë, zonë, godet dhe portën. Nuk e di Bajrami gjithë pasi nuk është aktivuar ndeshjet e fundit. Yasir Hasan sepse godet mjaft mirë jashtë zonës. Domethënë kemi alternative që to besoj do të jenë ato lëvizje, sepse përpara besoj Manaj duhet të jetë në majt sulmit, e brojnë që dihet teknika, shpejtësia e tij do na japi një ndërmes. Kështu që to do të jenë si është dilemat e Vinjës për të alternuar, sepse pjesa tjetër besoj mbrojtja dhe mes fusha do të jetë ajo që ka qenë dhe takimet. Nuk beson ti që mund të kemi probleme në fazën mbrojtëse në këtë ndeshje? Se ndonjëherë kur fokusohesh në një... Jo, besoj që jo, sepse tash është një mbrojtje që ka luajtur gjithë këto kualifikuese, e njohim mjaft mirë lojën me njëri tjetrin, dhe është një ekip që tash ne vetëm me standardet, besoj që ato e kanë një pikë të fortë, sepse ato përqendrojnë zakonisht Andorra tek goditjet standarde. Mendoj që aty duhet të jemi të kujdesshëm, mos çdojmë të jemi përqendruar çdo sekond, sepse mendoj që rastet e Andorrës mund të jenë me gishat e dorës, ne shpresojmë që mos jenë fare, por që duhet të jemi të mobilizuar dhe të fokusuar çdo sekond për të mos lënë asnjë mundësi Andorrës, dhe besoj që nëse ne jemi
Jo në ditë mirë, po besoj Andorën duhet ta kalojmë dhe mos mendojmë rezultat tjetër në kohë. Ndërkaq që unë doja të të pyesja edhe në lidhje me matematikën e grupit ku ne bëjmë pjesë, Serbia na rrezikon ne duke fituar në Letoni. Me Letonin, se nuk e di ku e kanë ndeshjen, e kanë Serbi apo në Letoni ndeshjen? Në Serbi. E kanë pra me Letonin në Serbi. Pra ky është skenari që ne na rrezikon nëse ne nuk marrim rezultatin e fitores me Andorën, apo ja? Jo, mos harrojmë që është dhe një ndeshje në Angli. Po. Kur ne luajmë Andorë. Okej, po e supozojmë. Okej, se Jo, është futboll dhe ne nuk mund t'i parashikojmë dot, pavarësisht që koeficientit vështirësisë. Por që ne duhet bëjmë, mos ta kemi mendin te Serbia, ne duhet vetëm të përqendrohemi tek Andora dhe më pas të bëjmë llogaritmë për ndeshjet. Do që fokusi jon duhet jetë vetëm i Andora dhe me 1-3 pikë pastaj nuk është, ne duhet bëjmë detyrën tonë. Pastaj nëse kemi rezultate surprizë, ne shpresojmë që jo. Matematika është shumë e thjeshtë. Ne duhet fitojmë Andorën dhe në qoftë se Anglia mund Serbin, ka mbaruar çdo gjë. Ne kemi sigurisht. Edhe me një barazim besoj. Po, edhe me barazim. Po. Por ne duhet fitojmë. Kemi mundur direkt rezultate. Vërtet, sepse në ndeshje direkte po. Ne kemi marrë 4 pikë. Pra, përveç, po them se dua këtë ide në matematikës së grupit, përveç fitores që ne kemi detyrim, po them, me Andorën, pjesa tjetër e ndeshjeve të grupit paraqitet që pra i vetmi rrezik është një surprizë që Serbia mund t'i bëjë Anglisë. E vetmja surprizë kjo është, por 95% ne duhet, domethënë është e mbaruar, nëse ne fitojmë me Andorën. Po. Dhe unë dua tani ta përmend dhe ta theksoj fort se te ky diskutim normalisht që doli që Andora okej, ne e dim gjithë që ka një nivel më dobët se kombëtarët jonë, por unë mendoj duke ditur që lojtarët e kombëtarës tonë janë lojtarë profesionistë, luajnë në nivele shumë të larta. Kjo është ndeshja finale për ata vetë, gjitha për ata vetë dhe për emrin e vetë të secilit për atyre dhe për ata që përfaqësojnë për kombin tonë. Unë mendoj që në këtë ndeshje ata do hyjnë sikur po luajnë përballë Anglisë, Brazilit, Argjentinës, jo që po luajnë përballë Andorës. Dhe jam i bindur që do bëjnë ndeshjen e jetës, të mobilizuar në maksimum dhe do ta fitojmë këtë ndeshje. Dhe unë i qëndroj dhe faktit që formacioni i fitues nuk ndrohet. Kjo është, domethënë, një term që edhe vetë trajnerët përgjithësi e kanë dhe unë mendoj që formacioni i ndeshjes me Andorën do të jetë po i njëjti që luajtim në Serbi. Nuk, me sa di lojtarët janë në formë shumë mirë të gjithë, të grumbulluar nga trajneri Silvinho dhe moduli normalisht do jetë o 4-2-3-1 ose 4-3-3, por mendoj që do jetë 4-3-3. Me dyshën e qendrës Gjimshiti Arlinda Jeti, krahun e majt Mario Mitaj, krahun e djathtë Elsej Dysaj, me treshën e mesfushës Julian Sheu, Qazim Laçi dhe Kristian Aslani, dhe me treshën e sulmit Armando Broja, krahun e djathtë, Rej Mana në qendër të sulmit dhe Myrto Uzuni në krahun e majt. Jasir Hasani në përmendje. Jasir Hasani do jetë në stol. Arber Hoxha do jetë në stol, sepse formacioni fitues nuk ndrohet. E kuptoj. Dhe morali që ka i formacion për këta që janë talente individuale në këtë sens. Atëherë, Arber Hoxha, Jasir Hasani do jenë alternativa të gatshëm në mënyrën se si do shkojë loja, sepse loja e dim gjithë që është 90 minuta dhe do shihet 45 minutë i parë se si do të komportohen djemtan, se si do shkojë loja, inshallah urojmë që ne ta zgjidhim që në pjesë parë ndeshjen dhe pastaj se po shënuam një gol në 20-30 minutat e para, vetë loja pastaj do hapet. Ne e dim që Andora mbyllet, Andora luan 4-5-1. Po. Dhe normalisht edhe kur sulmon 4-5-1 sepse e tha dhe Isli që ata me kundra sulm luajnë dhe nuk është se kanë një cilësi të jashtëzakonshme, por duke pasur Gjimshitin dhe Arlinda Jetin në qendër mbrojtës, pa diskutim që kombëtari ka një siguri mbrapa. Qartë. Kështu që unë mendoj që i kemi gjithë kartat në rregull për ta fituar këtë ndeshje. Rvion, ti ke diçka për të shtuar, po them, nga pikpamja? Kam thënë në emisionet e kaluara, nivel ngjan njësoj kualifikuesve të para. Ndeshja e Andorës si ndeshja me Armeninë. Do shpresoj të jetë si situatë po e njëjtë. Pastaj me Anglinë do jemi all in. Në fakt dua të pyes pak dhe ta hap pak të bisedën për Anglinë, se meqense ne do të takojmë të hënën tjetër kur të janë luajtur të dy ndeshjet, duhet të flasim edhe pak për Anglinë. Okej, detyra është Andora, qartëzi, po në raport me Anglinë, si duhet të komportohet, po themi, në formacion dhe në qasje kombëtarja? Atëherë, me Anglinë dihet që do jetë një ndeshje big,
një ndeshje bigësh, me kuptimin që ke një kundërshtar të jashtëzakonshëm në vlera, në trofe etj, si klub, si kombëtare. Si kombëtare, po. Por mendoj që me Anglinë do jetë luaj gjithçka për gjithçka. Por ajo du të referohem pak ke deklaratat e Tuchelit që ka thënë që nuk do humb asnjë ndeshje në këto eliminatorë, madje do I fitoj të gjitha. Dhe kjo është ajo që na bën të besojmë në ndeshjen e Anglisë me Serbinë, që Anglia nuk do të tolerojë. Siç kemi thënë dhe në episodët e kaluara të emisionit që Anglia ka 3 formacione. Po, pra se këtë do të pyesem, nuk mund të shpresojmë për shembull që Anglia do fusi formacionin e dytë, apo dhe formacioni I dytë I Anglisë është mund të ketë rotacion, po Anglia nuk toleron edhe me formacione 3 dhe të 4. Pra janë gjithë formacione Premier League, kjo është ideja. Fiks. Patjetër. Falë se po ju ndërpres. Dje ishte Manchester City Liverpool. Dhe lojtari mbrojtësi majt I Manchester City, një djalë 90 vjeçar që Pep Guardiola guxon dhe fund ndeshje të tillë, është lojtari që pretendon që do luajë formacion ndeshjen kundër Serbisë me Anglinë dhe kundër Shqipërisë. Tani po flasim për një skuadër që është në nivelin më të lartë në botë, me elementet me nivel më të lartë. Dhe ata nuk është se del X-i dhe futet Y-i dhe lëvizin balancën. Aty janë, sidomos këta që hyn nga formacioni I dytë, këto do japin edhe më shumë maksimumi sepse duan të kapin formacionin e parë. E vërtetë është. Por prapë kombëtare jon ka cilësi. E vërtetë është. Kombëtare jon më përballë si këtë pyetje vetëm nëse do lym në grup në blok me Anglinë dhe shumë racional, mendoj që mund të marrim pikë. Në fakt, këtë pyetje duhet I bëja dhe Islit. A duhet të shpresojmë që ne mund t'i marrim një barazim Anglisë këtu në Tiranë, Isli? Pse po e pyes këtë? Sepse një fitore shumë e mundshme me Andorën mundet që ti demobilizoj futbollistët e kombëtarës, apo nuk qëndron kjo teza ide? Jo, është më se drejt. Ne në rast të fitojmë me Andorra dhe sigurojmë sigurisht pjesëmarrje në play-off, besoj që do jetë një arritje e madhe dhe besoj që nuk do kemi se çfarë të humbim. Unë mendoj që do jetë një nga ndeshjet që dhe vetë sportistët do të me zurë ta presin sepse është kënaqësi të kesh përballë një kundërshtar të niveli, por që presioni tek ne nuk ekziston. Kështu që mendoj do jetë si tek Anglia, ne do jetë një ndeshje si thua që tash të luhet, nuk është se ka shumë rëndësi më pas rezultate. Dhe mendoj që duke dalë jashtë këtyre emocioneve, jashtë këtij presioni, besoj që ne dhe mund të kapim një rezultat duke qenë se luajmë në shtëpi në Albania me mbështetjen e tifozëve, besoj që dhe mund piskojmë diçka. Kështu që thash, është një ndeshje pa presion, në rast se ne kemi mbyllur llogaritë dhe besoj që do lojtarët japin si thua maksimumin ndeshje të tilla pa presion, mund të luash. Kështu që dhe loja del më mirë, plus që thash edhe Anglia do të bëjë, besoj, jam I bindur siç e tha dhe tu, do bëj një rotacion, normalisht do fuset dhe lojtarë. Kjo ndikon normalisht dhe në lojën e ekipit, siç po themi ne që 10 që skrihen në atë fiziologjisë të lojës, dhe nëse ti ndron 7 lojtarë, nuk është po e njëjta. Pavarësisht nivelit që ato kanë se ne dim, Anglia ka përpjesë 4-5 ekipe po ti marrësh. Por që prapë, nuk është e njëjta, një ekip I ri sapo formuar me një ekip që është sabër dhe ka lloj ritmi dhe lloj rezultate. Kështu që në këtë rast ne do të jemi ekip që kemi bazën, jemi domethënë sigurisht jemi më sabër, kështu që mendoj që ne kemi shanse që Shqipëri mund të marrë një rezultat pozitiv. Por mbetet përmbas ditës së Tani, unë po shfrytëzoj rastin që të kam këtu të të pyes edhe për më tej se sa këto, se unë personalisht nuk e diskutoj ndeshjen me Andorrën, domethënë mendoj që e kemi të fituar. Dhe kjo automatikisht na çon ne në fazën e play-offeve, apo jo? Po. Tani, në fazën e play-offeve ti si e shikon situatën? Me që të kam këtu, po ta bëj këtë pyetje? Normalisht, mendoj që e kemi disi të vështirë, duke parë dhe kundërshtarët, mendoj që do të kemi pak shans tek ndeshja e parë, por që thash më shumë
mbetet për të parë, sepse ne kundërshtarë si Polonia nuk e di sporti se si mund na bi, besoj që ekipet që ne kemi mundur, besoj që nëse na bën të përballi, besoj që kemi një moral më të lartë sepse kemi mundur dhe jemi me 1% kjo është edhe dëshira, sepse është e madhe që Dhe Hungaria me Suedin. Edhe mund t'i kalojnë për momenti që kalojnë edhe kombëtarët respektive si Polonia, Çekia. Besoj që kemi mundësi 50-50. Më pas shohin normalisht koeficienti vërtetësohet, por që asnjëherë nuk është e pamundur. Qartë, me shpresin që po shkojmë në kontinentin Amerikan, diçka të fundit shumë shkurtimisht që ta mbyllim me kombëtaren edhe të ikim tek Superliga. Po shumë shkurt, lutem. Shkurt fare. Ju urojmë suksese. Gjithë Shqipëria është me ata djem, ditën e enjte, dhe unë kam besimin e plotë të trajnerit Silvinjo te kombëtarja, që ne do arrijmë një rezultat pozitiv dhe për herë të parë në historinë e kombëtarës tonë dhe kombit tonë do shkojmë në play-offet e kampionatit botror dhe pastaj atje siç e tha dhe Isli, step by step, hap pas hapi. Ta arrijmë këtë herë që është një arritje e madhe dhe pastaj ti marrim gjërat në radhë. Sukses e kombëtarës. Shpresoj për 2 ditë të mira për djem të kombëtarës, këto dyja ndeshjet të jenë në formën dhe kontingjentin e dur për të marrë maksimumin nga këto 2 ndeshje dhe për të shkuar në play-off. Bukur, dhe unë i uroj shumë suksese kombëtarës. Menjëherë tani do të shkojmë tek java e 11 e Superligës, apo jo, java e 11 është shumë bukur, kemi pasur ndeshje interesante. Shpejt Elbasani Egnatia 1-0, Teuta Partizani 2-3, duke të shumë e parë e Teutës, ë? Jo, e dyta, ndjes. Vllaznia Dinamo 1-0, Tirana Vora 0-2, vazhdon Tirana fundosjen fatkeqësisht dhe Bylis Flamurtari 0-1, Flamurtari duket se është zgjuar. Isli, unë dua ta vazhdoj sërish me ty këtë pjesën e javës 11 të Superligës, si e analizon këtë që ka ndodhur këtë javë? Tregon ekipet që janë në fund të kësaj klasifikimit, besoj që morën 3 pikë shumë me vlerë, e Vllaznis kundër Dinamos, ashtu dhe Elbasani kundër Egnatis, besoj që këto ishin fitore si thosh pikë, sepse të mundesh edhe Dinamo ndër dhe Egnatin kampion fuqi nuk ishte e lehtë. Për Elbasanin ashtu Vllaznin. Nuk e di për shikoj Vllazni që të drejtën pëlqen mënyrën se kaluar deri në këto momente dhe besoj që është me merit. Po ashtu dhe Elbasani deri tani besoj ka bërë një sezon fantastik dhe mendoj që do jenë deri në fund pretendent, siç janë edhe Egnatia pa hequr Egnatia edhe Dinamo që kanë ekipe nga të mirë. Por më erdhi domethënë fitoria surprizë ishte ajo e Partizanit, sidomos mbas 2-0, mbasi Teuta që më thënë drejtën ka bërë një ekip solid. Dhe kjo ishte surpriza e javës, ndërsa me keqare siç e thënë ti, më është humbja e Tiranës, pa i ulur dera dhe meritin Vorës që ka një, se thuash, një merit jashtëzakonshme që kompon këtë sezon, është hera parë në superiore, është për të vlerësuar. Por thash, është një Tiranë që me thënë drejtën nuk jep atë si thua shkëmbim, edhe pas ndërimit trajnerit, besoj që akoma është në ato ujëra që besoj që këtë sezon shpresoj që dali në këtë amulli e jashtëzakonshme dhe të rikthehet përsëri aty. Apo me qenë se ti ke luajtur me Tiranën. Ka luajtur me Vorën, po mund të shtoj diçka? Po patjetër. Mi që kam rastin që e kam këto, domethënë, sepse unë në emisionet e kaluara, nëse e mbaj mend, kam deklaruar që te Tirana fatkeqësisht nuk drejtojnë njerëzit e dur. E kam deklaruar këtë dhe i qëndroj. Dhe vetë rezultatet po e tregojnë. Dhe kam rastin që kam një nga legjendat e Tiranës këtu, Isli Idi, i cili ka një kontribut të jashtëzakonshëm për atë klub që të gjithë ne e dimë që është klubi më i madh shqiptar, 26 herë kampion Shqipërie. Patjetër. Dhe fatkeqësisht Isli Idi, në këtë rast për shembull, nuk është trajner pak në të Akademia Tiranës. Me emrin, kontributin dhe eksperiencën dhe mbi të gjitha e njeh në mënyrë perfekte atë fanel dhe i djeg ajo fanel, minimumi e meriton Isli Idi dhe shokët e tij që të jenë te Tirana. Dhe fakti që Tirana është në këtë gjendje është sepse nuk është Isli Idi me shok atje.
Në fakt unë doja ta pyesja Islin, apo rrezikon Tirana, megjithëse okay, mund quhet që as në gjysmë të kampionatit si jemi akoma dhe gjërat kanë mundësi të rregullohen teorikisht, apo rrezikon Tirana Isli që të bjerë nga kategoria, po duket situata keq në perspektivë? Me sa e shikoj unë nga jashtë deri në këto momente më duket shumë situatë serioze dhe shumë situatë që një mundi duke dalë pak nga kjo duhet falenderoj Andi për gjithë të shka tha, por këto janë zi, këto janë si thua drejtuesve që nuk është e vartë në dorë. Ne gjithmonë që të hapur dhe mos ne që kemi dhënë kemi derdhur djerëzve për atë fanellë dhe jemi arritur tek ai klub, por këto thash janë gjëra që nuk faren dorën tonë. Por mendoj që do jetë një sezon i vështirë. Javë ka plot, nuk është se për momentin ekipet e tjera që ato mund të ndjekin, nuk është se janë shumë. Mendoj që do të bëhet shumë punë, sakrificë. Po tash më vjen keq mënyra se si kjo Tiranë kuptimin që ajo fanellë është ajo fanellë ka grim, ka karakter, unë kam parë se nuk kam pas dhe shumë që ti ndjek me thënë drejtën, por sa e që më në rasti e shikoj gjithmonë me dashuri të klub dhe të ekip, por që një ekip nuk e di, gjithmonë Tirana është me karakter, me grim, shumë një Tiranë të fjetër, si me Bylisi që pata mundësi me pandeshje, po ashtu dhe me Vora. Ai është me kundërshtar. Pash një Tiranë që nuk u ndes, për 90 minuta nuk u ndes. Dhe këtu që shumë mendoj që këtë Tiranë ka shumë probleme dhe është zhytur sepse është dhe aspekti psikologjik. Është Tiranë e madhe, është një emër i madh. Dhe thjesht që poshtë në tabelën e klasifikimit nuk i shton për shtatë taktik, kështu që ana psikologjike, tifozat, presioni sepse mund ta shohin që Tiranën nuk i takon. Por që tash janë momente që duhet i kalojmë me forcë, duhet të zgjidhë stafi teknik, presidenca, të jenë gjithë bashkë, jo me gjeta liti kush e ka fajin këto momente, sepse nëse merrem kush ka fajin, domethënë harrojmë që javët të ikin dhe Tirana ngel aty poshtë, por shohim përpara të japim maksimumin, po su bën grup dhe po s'janë bashkë, mendoj që ajo do të ketë probleme. Qartë. Revion, unë duhet të të pyes, qa ka Teuta? Si paraqitet gjendja të Teuta? Atëherë, Teuta ishte në avantazh 2-0, u shkurtua diferenca 2-1, patën një moment që mund të shkonte nesër 3-1 dhe aty si thua të merrte atë përsin me 2 gola sërish. U humbë penallti dhe aty pastaj filloi pika e kthesës për Partizanin me një gol e barazoi ndeshjen dhe pas 2-2-shit u rizgjua, Teuta u pre dhe ata lutën pastaj për golin e tretë që e morën me penalltin në hyrje të zonës me një faull dhe mori 3 pikshin. Mendoj që ajo penalltia ishte ngërçi i Teutës këtë ndeshje me Partizanin. Pjesën e parë bëri një pjesë të parë shumë të mirë, të shkëlqyeshme. Pastaj pjesën e dytë filloi ajo rënja, gjendje emocionale, u bë si moment paniku. Qartë. Dhe kjo ishte ndikimi për këtë ndeshje. Nga ndeshjet e tjera, cilën ti doje të komentoje teknikisht që të ka bërë më shumë përshtypje ose ke diçka për të thënë realisht? Atëherë, Elbasani Ignatia ishte një kryendeshje tjetër, gjithashtu dhe Vllaznia Dinamo, por që ishin 2 ndeshjet e fundit Teuta dhe Elbasanit të djeshmet. Është ajo që kemi theksu ke Ignatia që çalon ke pjesa e sulmit, nuk po gjen atë ritmin e dur s'është pragmatiste. Dhe shkon deri ke porta, por humbet shumë raste, i mungon finalizimi pasi fundit. Asnjë goditje në port kundër Elbasanit që të vjen keq për një ekip që e ka identitetin, e ka boshtin e skuadrës, por ajo pjesë u bë disa kohë që i mungon. Nuk është më ajo e Ignatia e rrezikshme për çdo kundërshtar kjo pjesë.
vinë rrjedhshëm, vinë natyrshëm deri ke zona 3, ke metrat e fundit, por nuk finalizojnë. Dhe kjo është gjëja më shqetësuese për Gnane, por besoj që duke ditur se si funksionon ai klub atje, besoj që mund ndërhyjnë fuqishëm në merkaton e janarit për një sulmues goli që të nxjerrë nga situata në tilla raste. Qartë. Vllaznia Dinamo ishte një ndeshje me shumë ritëm. Po? Vllaznia po jep shumë ritëm çdo ndeshje dhe nga vetë mënyra e lojës që aplikon trajneri Martini me një pressing ultra ofensiv, gjithkohës nuk lejon lojën e kundërshtarit të luhet ashtu siç e aplikon kundërshtari gjithmonë, i shkon gjithmonë lart dhe nuk e lën të luajë. Dhe kjo jep dhe goxha ritëm lojës. Të vjen keq për situatat që ndodhin në luftën që ka plasur në pankina. Tensioni i lartë. Tensioni të lartë në pankina. Çfarë ka ndodhur në pankina? Pas deklaratave, pas ankesave më saktë të trajnerëve të Dinamos dhe Ignatiës nëpër deklarata, nëpër intervista mbas ndeshjes, që kanë pas ato pakënaqësitë veta me VAR-in, me gjyqtarët në fushë etj, ndërkohë janë situata të vërteta të bazuara apo janë më shumë, po themi, deklarata të nxituara? Ato kanë pas, si thua, ato idetë veta si trajneri Ignatiës dhe i Dinamos për pakënaqësitë që kanë hasur në fushë, kanë pas pretendimet e veta. Ndërkohë trajneri Martini i është kundërpërgjigjur këtyre deklaratave me pretekstin që ato kanë frikë vllaznin dhe po i ushtrojnë presion gjyqtarëve, sepse vllaznia ka ekip më të mirë etj, dhe aty pastaj filloi konflikti mes trajnerëve, drejtorëve, deklaratat në distancë me statuse etj dhe është ndezur dhe në bankina Superliga këtë sezon. Ndryshe nga sezonat e tjera është ndezur dhe në bankina. Po. Por besoj që kampionati do jetë shumë i luftuar, edhe pse 3 pikë Teuta me Dinamon, vendi 4 me vendi 5, besoj se është po aty prap. Nuk do jenë vetëm 4, besoj do jenë 5 këtë vit. Aty është dhe Vora. Është dhe Vora, gjithashtu 4 pikë, nuk janë shumë. Normal. Por duke ditur pretendimet që ka dhe Teuta etj dhe ekipin e ka konsoliduar goxha. Pa diskutim që po. Nëse regjia mund ta nxjerrë pak edhe klasifikimin dhe renditjen superiorës ndërkohë që ne flasim. Egon. Po. Unë mbi të gjitha duhet të theksoj gola. Ka gola. Po e kemi thënë edhe herë tjetër që ka gola. Në të 5 ndeshjet nuk ka rezultat 0-0 dhe nuk ka dhe barazim. Janë shënuar 10 gola në 5 ndeshje. Në ndeshjen Teuta Partizani ka pasur më shumë gola. Si që thosoi edhe profesor Revioni, pjesa e parë e Teutës ka qenë shumë e mirë, shumë pozitive, duke vazhduar, domethënë që nga java në javë duke u rritur, por unë një gjë nuk e kuptoj. Nuk arrit ta shpjegoj se si skuadra shturet në pjesën e dytë. Mendoj edhe trajneri Dopi nuk i jep përgjigje për momentin kësaj pyetje, sepse të jesh 2-0, ta sulmosh Partizanin nga të gjitha anët, ta dominosh në posesim, në pressing ultra ofensiv, të shënosh, të humbash dhe penaltisë, tani penaltinë kanë humbur dhe lojtar bote dhe nuk është qamet i madh, por në momentin që ishte ndeshja, shkoi rezultati 3-1, apo. Atëherë, të ndërhyj pak. Patjetër, bëjmë bashkë. Duke qenë që isha edhe pjesë Se kemi dhe Islin akoma, se ne muhabet këtu Isli po na shef. Duke qenë që isha në stadium e pash dhe live ndeshjen, nuk është se kishte shturje të Teutës në pjesë dytë, po thjesht ishte ai ngërçi pas penaltisë. Sepse Gonzales Zela e mori penaltin për të zhbllokuar si lojtar që të shënonte dhe pati besimin e shokëve që e lam penaltin Castile për atë gjë, por mendimi im si trajner nuk do e kisha lënë Gonzales Zela sepse rezultati ishte 2-1. Po. Ishte me 1 gol diferencë. Dhe ai moment ndryshoi ndeshjen. Ja leja një lojtar mund ta merrte një lojtar ekspert si Maçolli, Toli, kapiteni dhe me shumë mundësi probabilitet mund të shënonte dhe mbyllte ndeshjen, por
si që tha Andi, kanë humbur penalti. Kanë humbur Ronaldo dhe Messi o buri, jo Macholli edhe profesor. Jo, pikërisht, jo nuk e diskutoj atë pjesë, por e kam fjalën ke pjesa jam vendimarrjes, por pastaj ajo thjesht ishte çështje ngërçi dhe pas rastit 2-1, 2-2 dhe 2-3 që nuk është se kishte shturje, por thjesht nuk kishte alternativë konkrete për të dalë ke goli barazimit. Unë ke goli tjetër, sepse patën një ngërçi në kuptimin komplet. Fjala ime shturje ka të bëjë me faktin se unë pres shumë nga Teuta dhe duke ditë cilësitë që ka brenda. Dhe e lidh me faktin që Partizani në 11 javë para ndeshjes me Teutën kishte shënuar 4 gola. Dhe vetëm 45 minuta i shënon Teutës 3 gola. Po, gjysmën jo gjysmën, jo më shumë se gjysma. Tani është një matematikë tjetër. Ka pasur diçka që nuk ka shkuar. Ose lojtarët janë vetë kënaqur më shumë se ç'duhet, dhe mbas pjesës parë nga rezultati e kanë ulur ritmin, por nga një anë më mirë që i ndodhi tani, dhe kjo do t'i bëhet në mësim, dhe jam i bindur që të trajnerit Dobi bashkë me stafin super profesionist që ka Teuta do t'i uli me këmbë tokë djemt, sepse është një kampionat shumë i gjatë dhe superiore e kam theksuar dhe i theksoj. Nuk ka ekipe që janë shumë lart dhe ekipe që janë shumë poshtë. Kampionati shqiptar, të gjithë ekipet janë aty dhe Tirana që ne sot po e sulmojmë. Po e sulmojmë sepse na dhëm, sepse është 26 herë kampiona e Shqipërisë dhe i ka dhënë tonusin historisë futbollit shqiptar, por me 2 fitore dhe Tirana rikthehet. Qartë. Aq janë diferencat e pikëve. Pikërisht pra në këto kushte, patjetër. Futu Isli se nuk të lë me fol këy, futu. Faleminderit. Profesor Vioni, faleminderit. Jo, të pjesa e ndeshjes me Teutën, edhe me Andi që po diskutonte nuk e di çfarë shturë. Janë ndeshje që gjatë sezonit ndodhin. Ne kemi qenë sportista dhe dhe fitore, dhe kthesa 0-3. Kemi mësuar dhe disë 3-0, 3-4. Domethënë janë në situata që ti lojtar kanë një fitorie 3-1, që rasti penaltis, që nuk besoj që kanë bëu gabim te pjesa që duhet ta merrte lojtari të Teutës apo një tjetër, sepse besoj që stafi Redion i vendos përpara siç nuk i vendosë çdo ditë ekipi jot. Patjetër. Që nuk mendoj që pastaj janë momente që ndoshta trajneri vendos një lojtar, por në ato momente nuk e ndjet ta godasë. Ndoshta mund të jetë kjo që por tash janë momente që në futboll ndodhe dhe prandaj është pjesa e bukurisë. Jo, kishte miratimin mes shokëve, me sa mora vesh, kishte miratimin mes shokëve dhe ishte gjë goxha e mirë për atë si lojtar që të ndodhur personalisht kur kanë qenë tek Bylis. Ka qenë një moment për shkak që trajneri kishte për një X lojtar dhe ishte në minutat e fundit. Dhe në ato momente lojtari nuk e ndjen. Dhe e mori diku tjetër. Patjetër. Janë zgjedhje që ndoshta që do ta gjyqësi penalltin ose revi, por në ato momente nuk je i gatshëm, kështu që ta ndjen. Dhe është e drejtë që ngresh për të lë shokut, që ndoshta ka dhe besim, merr dhe topin vetë. Po këto janë bukur të futbollit. Por mendoj që tash ishte situatë për gjumjet e Utës, po thuaj se rezultatin e kishte edhe me lojë dhe me gjitha, dhe në ato momente që gjithmonë rezultati shkon 2-1, ekipi kundërshtar nuk ka çatuar më dhe ti vesh presion. Kështu që mendoj që kjo është edhe ajo ngërçi i Teutës për ndeshjen e djeshme. Por që tash, Teutë që këtë sezon po bën mjaft mirë, dhe mendoj që do jetë ose fort i kampionatit. Dhe që edhe kjo humbje të bëhet mësim për ndeshjet e ardhshme, sepse nga çdo humbje kështu që edhe besoj. Isli, ti mendon që po them mënyra se si tabela konfigurohet në këtë javë, po themi drejt mesit kampionatit, këtë javë të para, mendon që do të ketë ndryshime, sidomos në katër më të mirat, apo do të jetë pak a shumë e njëjta, po themi pra Vllaznia, Elbasani, Egnatia dhe Dinamo Tirana, po themi. Jo, është domethënë klasifikimi një të drejtë ekipeve që janë kryer, ato çka kanë dhënë deri tani. Dhe po të shikojmë edhe në përgorje dhe konsolidimin e ekipit, besoj që Egnatia, Dinamo, Vllaznia, Elbasani duhet shtuar dhe Teutën. Besoj që janë ekipe që do të jenë edhe do të rivalizojnë deri në fund, sepse kanë qenë që kanë bërë konfigurimin e ekipit në verë, kanë bërë fasë hereditore, kanë qenë në kupat e Europës,
Dhe mendoj që kjo i jep një marsh më tepër këtyre ekipeve për të vazhduar deri në fund të sezonit me objektivat që kanë. Por besoj që këto 5 ekipet, për mendimin tim, besoj që kanë një situash me lojtar, me staf janë më përpara se ekipet e tjera. Qartë. Besoj që për momentin është e drejtë. Unë dua të të mbaj ty që të komentojmë bashkë edhe ndeshjet ndërkombëtare nga Evropa, po nuk e di si e ke. Nëse ti do që të largohesh, je i lirë. Jam okay, po qëndroj se nuk do ta kemi kënaqësinë me dy Kënaqësia është e imja mbi të gjitha, kështu që patjetër, pse jo, ë? Po para se të shkojmë tek ndeshjet e Evropës, shumë shkurt, se do flasim çike për Teutën tënde. Patjetër. Doja të përmendja edhe Bylis Flamurtari, se nuk folëm. Do të theksoj efektin Moriero. E kam theksuar në emisionet e kaluara, kam besim që do rikthehet. Bërë një fitore të vlefshme me Bylis, kundërshtar direkt, dhe edhe pos pikëve që janë në tabel, besoj që po kthehet ke pjesa e konsolidimit të ekipit dhe lojës. Edhe unë të shtoj diçka të fundit për Vorën, sepse kam shumë simpati për atë ekip, për trajnerin Arjan Bellaj, për stafin dhe për gjithë. Për dy ekipe ke simpati, për Vorën dhe për Marseillën. Patjetër, mu pëlqen futbolli i bukur, se edhe vetë e dashuroj futbollin e bukur, kështu që pa diskutim që Cezarit jepi atë që i takon, kështu që ka fituar kundra Tiranës 0-2, e pash ndeshjen, e dominojnë. Tirana ka problemet e veta, po mënyrën se si e vendos skuadrën profesor Bellaj, dhe ata djemt të rinj që kanë një dëshirë dhe një pasion të jashtëzakonshëm, dhe mendoj që profesor Isli ma konfirmon se ka qenë vetë pjesë e Vorës. Dhe ndoshta ka edhe, jo ndoshta, po e heq fjalën ndoshta, ka edhe merit, që kjo Vorë nga kategoria parë është tani superiore, ka edhe Isli i dorën e vetë aty. Qartë, patjetër. Takon. Kështu që respekte. Jo, ti shtoj edhe dy fjalë basan. Jo, s'ka që mbarova. Jo, të vazhdoj këtu, ato që po thonë edhe Andis, se është për të komplimentuar do ekipi i Vorës, që ndoshta ne është një ekip pa shumë histori, po thash kam kaluar 2 sezone mjaft pozitive te ky klub, domethënë nga kategoria 2 fare, dhe besoj që ka një seriozitet të jashtëzakonshëm, domethënë është për mua një nga klubet më korrekte, nuk i di për klubet e tjera, por mendoj që për momentin Vora është një klubet më serioze. Domethënë duke ditë që në stafi, që në presidenca, korrektësia e jashtëzakonshme, domethënë organizimi, si duash ambient, stadiumi tashmë bëhet gati dhe ka komplimente me të vërtetë se po bën një punë të jashtëzakonshme dhe besoj që është me merit aty poshtë, që do vazhdoj dhe të bëj surprizë akoma të bukur të sezonit. Bukur. Edhe ju urojmë suksese sigurisht gjithë djemve dhe trajnerit. Para se të shkojmë të thash te kampionatet në ligat më të mëdha të Evropës, do të flasim pak shkurtimisht edhe për ekipin e femrave të Teutës dhe për Superligën e vajzave të femrave. Pra, duke u ndalur te Teuta, trajnerin e kam këtu në studio, është pikërisht Revion Mekshi. Po nuk duhet ma vesh shumë siklet, sepse... Po nuk kam se ta vënë siklet se e ka fituar. Me fol vetëm për vetë në vetë, kështu që do flasë një qikë për Teuta Gramshi. Patjetër. Dhe pastaj të shprehet. Unë thjesht duhet ta pyes shkurtimisht. Analiza e ndeshjes, po themi, në aspektin teknik. Mendojnë që përveç rezultatit, vajzat e bën detyrën, po themi? Po, patjetër. Vajzat, ndeshjet e tilla janë ndeshje karakteri. Po. Fajkisht patëm situatat pak këndshme. Teuta Gramshi 2-1, që të jemi të qartë. Po. Patëm situatat pak këndshme me kartonët, u bë një ndeshje fajkisht në pjesë dytë, u bë 9-9, sepse dolën nga të dy ekipet me kartonat kuq nga 2, por Gramshi e nisi vrullshëm ndeshjen, duke presuar lart, por vajzat e mia treguan qetësi dhe vendosmëri për ta fituar këtë. Vajzat e mia sigurisht është babai i ekipit. Për mua ashtu janë. Për mua ashtu kanë qenë gjithmonë lojtarët që kanë bashkëpunuar, duke filluar nga moshat kur kam nis karrierën si trajner deri tani. Do të thojë që i bën detyrat siç i kisha kërkuar, dhan maksimumin, dhan zemrën në fush, sidomos
kur ndeshja shkoi 9-9, të dyja ekipet respektive, fusha normale madhe, shumë metra për të vrapuar, shumë sakrificë për të zotruar topin dhe për të mbajtur rezultatin më tepër. Patëm një atë pjesën e kartonave që thash, më dolën 2 lojtare mesfushore të qendrës nga loja, ngela vetëm me një mesfushore qendre, u detyrova pastaj mezi po prisja faktikisht të mbaronte pjesa parë që të bëja ndryshimet dhe aty pastaj ndryshova modulin e lojës dhe me zëvendësimet e bëra, sidomos me zëvendësimin e dytë, mu bë komplet ajo që kërkova, sepse dyfishova rezultatin 2-0. Patëm një ngërç në fazë mbrojtëse ke goli i Gramshit, një pakujdesi, një pavëmendje që të rrezikon ndeshjen në çdo ndeshje, kur si i vëmendshëm, por që vajzat pastaj e mbajtën deri në fund, tregun karakter, tregun zemër, dëshirë. Pjesa e gocave kishin dhe ato, si thosh, rivalitetet e tyre ndër vitet e kaluara. Qartë. Prandaj ishte edhe ndeshje e tensionuar. Shkonin në episode tensioni, qartë. Por që u lut deri në fund me shumë dëshirë nga gocat dhe kjo e përmirëson renditjen kjo ndeshje shkurtimisht? Atëherë, jemi 1 pikë. Pra, që të themi, Gramshi dhe Apollonia vendi pari 2 me 10 pikë, Vllaznia dhe Teuta në vend të 3 të 4 dhe Partizani gjithashtu vend të 5 me 9 pikë të treja. Atëherë, duke qenë që jemi me 9 skuadra, jemi numër tek sepse fatkeqësisht ekipi i Tiranës femra është shkrirë dhe nuk jemi më 10 dhe kanë ndeshje të prapambetura që s'janë bërë të gjitha ndeshjet. Vetëm Gramshi është me 5 ndeshje dhe Ignatia. Pjesa tjetër janë me 4 dhe 3. Ne na prishi punë ndeshja e kaluar në Fier që humbëm, por që ajo tashmë është lënë pas, e rikuperuam ndeshjen direkte me Gramshin. Ikim në Shkodër me Atletik Klub Shkodrës javën që vjen. Mendoj që jemi në rrugën e dur, besoj shumë ke kjo skuadër dhe ke investimet e klubit, ke futbollit vajzave. Shkurtimisht, 2 fjali se do hidhem tek kampionatet e Evropës, lutem. Patjetër, foli vetë profesori, unë s'po hym nga ana tekniko-taktike, duhet ta komplimentoj. Ishte një ndeshje shumë e rëndësishme sepse ishte me një rival direkt. Sepse ndryshe nga kampionati i meshkujve kemi thënë që kampionati i femrave 3-4 skuadra janë, se pjesa tjetër janë goxha me diferencat mëdha, por duhet komplimentoj edhe klubin e Teutës, sepse ka marrë me shumë seriozisht dhe ekipin e femrave dhe kjo tregohet që në grumbullimin një ditë para ndeshjes, dhe kjo në futbollin e femrave është risi, apo profesor, sepse është rrallë. Dhe kështu që duke u nisur nga aty serioziteti, kjo tregohet edhe në fushë, që nga trajneri, që nga stafi, që nga lojtarët, urime, komplimente, uroj të vazhdojnë kështu dhe pse jo në fund fare shpallën dhe kampion. Bukur, suksese dhe kështu qoftë. Unë dua të shkoj tek Premier Liga angleze, të flasim pak për kampionatet evropiane dhe dua ta nis me Islin. Isli, si të duket Premier Liga gjatë këtij sezoni? Kemi ndeshje të forta, në skuadrat më mëdha që humbin dhe përmbysen, skuadrat e tjera që rikthehen. Duket shumë si kampionati shqiptar Premier Liga. Jo në cilësi, kuptohemi, jo në cilësi. Në rivalitet. E ngrejtë shumë lartësteke, gjithsesi ne shpresojmë të shkojmë një ditë në kampionatin anglez, të afrohemi, sepse është shumë lartë, por rivaliteti që është në Premier League është jashtëzakonshëm. Ti mund të humbësh me ekipin e fundit tabelës dhe nuk janë diferencat shumë të mëdha, ka një futboll shumë fizik. Dhe mendoj që është ajo që mund të humbësh me ekipet e fundit dhe fiton një pas, dhe nuk e gjen atë balancë. Por që është një kampionatet thua që nga më kryesore të Europë, mendoj që këtë sezon po shikojmë një Manchester City që po rikthehet sezonet e kaluara, dhe që di sezonit vjeç është shumë problematike. Dhe do zgënjen me thënë drejtën në Liverpoolit, jo përveç humbjes së djeshme, por për historinë dhe për të gjitha të investimet që
ky klub ka bërë. Dhe ka harxuar miliona pound dhe euro dhe në këtë sezon domethënë pothuajse Si shpjegohet kjo paraqitje e Liverpoolit? Kurioz jam. Nuk e di, ndoshta edhe këto frimet kemi shumë afrime, shumë domethënë për e humbë dhe lojën e vet dhe vlefshmërinë e saj. Domethënë klubet e reja, pavarësisht emrave që mund të jenë lojtar hyje ose të nivelit lart, duan kohën e vet e ambientimit dhe atij shikime dhe të Gjermanit, që nuk është se ka dhënë maksimumi dhe po adaptohet me klubin. Kështu që mendoj që duhet gjenë zgjidhje të bashkëpunëse sepse është një emër i madh dhe investimet në mëdha. Kurse mendoj për Arsenalin që ndoshta këtë sezon kur është më civil dhe më konsoliduar dhe besoj që do jetë një nga pretenderët për fitimin e Premier. Dhe ka që një koment doja nga ana jote edhe për Manchester United. Manchesterin që mbajmë mend ne kur jemi rritur, se City vonë është bëri fort. Po kur themi Manchester, unë pak të mbaj mend Manchester United, nuk mbaj mend Manchester City. Një koment për United? Është e vërtet, por Manchester United po kalon situash shumë vite ka që ne nuk po shikojmë Manchesterin që ne mbajmë mend dikur. Është Manchesteri ka shumë situacione trajnerësh, po gjen një stabilitet nuk ka pas. Dhe ndryshimi për mua është që Manchesteri ose drejtuesi të klubit nuk është se po gjen një Ferguson të dytë. Nuk e gjen dot një Ferguson të dytë, por të paktën japin kohën e dur, sepse ndryshimet e shpeshta të trajnerëve pikojnë shumë. Dhe në filozofinë e lojës, dhe në atë që klubi ka dhe emri i madh që është. Thash, janë probleme që është për të ardhur keq klube si Manchester United, që kalon shumë vite në gjile dhe nuk gjen një stabilitet që ato kanë pasur vite e kaluara. Qartë, Andi, shpejt ndeshjet më të rëndësishme në Premier League, Manchester City Liverpool 3-0, Chelsea Wolves 3-0, Sunderland Arsenal 2-2, barazon kreu i renditjes dhe po përmend Tottenham Manchester United 2-2. Një koment i shkurtër? Shkurtër fare. Që të hidhemi tek Serie A pastaj. Ose tek La Liga, po. La Liga ose Serie A. Manchester City bën detyrën, e quaj bën detyrën sepse Liverpooli nuk më ngro fare këtë sezon, e kam deklaruar dhe e pash dhe ndeshjen ndjem me shumë vëmendje, është një Liverpool kaotik, të cilët është ajo që tha dhe Isti që lojtarët e ri që kanë ardhur nuk po arrin dot domethënë që të mësohen me idetë e trajnerit, të kuptojnë ndoshta edhe fanelës e ku kanë ardhur, sepse është një klub shumë i madh dhe këto vitet e fundit i ka dhënë tonusin kampionatit anglez dhe kampionatit domethënë Evropës, por Manchester City i Pep Guardiolës po rikthehet. Lojtarët e ri po kanë dëshirë që të fitojnë me fanellën e Cityt. Trajneri i Pep Guardiola pa diskutim është një nga 2-3 emrat më të drejtë futbollit botror, në futbollin e tij, me stilin e tij, dhe ishte një ndeshje për të shijuar dhe pa diskutim që City e meritoi, e dominoi dhe meritoi. Ndërsa Arsenali është surpriza e kësaj jave, të ta quaj unë, pasi barazon 2-2 me Sunderlandin. Dhe kjo tregon dhe herë që kampionati anglez është një ndër kampionatet ndoshta kampionati më i fortë në Europë. Pasi Sunderlandi jo vetëm që e barazoi, por aktualisht ndodhet në vendin e 4. Në vendin e 4, po. 10 pikë dhe është një skuadër vërtet e fortë që luan një futboll agresiv me ritëm të lartë dhe ka një luan që quhet Granit Xhaka. E vërtet, shumë e vërtet, haruam ta themi. Që sjellë çik gjak shqiptar. Patjetër. Efekti Xhaka ke çdo ekip ku ka qenë vetë që ka milituar, si ke Sunderlandi, ke Leverkuseni, Arsenali, pa diskutim që po. Pavarësisht që nuk është, por që me paraqitjet e tij një lojtar shumë i fortë dhe karikues për skuadrën. Nuk dohet të leje pa përmendur Aston Villën, po, me Bournemouth, po. Rikthimi i Aston Villës afër Kreut, Pesces dhe shkërmoqen në thonjza të Bournemouth që ishte surpriza e bukur deri në këto momente. Siç pa ta thënë, pa të marrë ato pikët që ka aktualisht me skuadrat që nuk i toleroj, bëri dhe rezultate surprizë, por që tash fillon pikjata, nuk besoj deri në fund, por që Egon, kemi e fundit. Kemi Manchester United vend 7. Ka 18 pikë. 18 pikë. O guri mirë, edhe pse vazhdon, një herë fiton, dy herë humbet, duhet ta kemi barazon që të trajnerit Amorim
për humbjet që u bë disa ndeshje që nuk humb dhe kjo është risi për trajnerin. Për trajnerin dhe për Manchester United. Jo, është gjë pozitive. Për Manchesterin në drejtimin e Amorinit, pa diskutim. Tani kur vjen fjala tek La Liga, do ta nis me Andin. Ti e di arsyen pse. Unë them leja Islit mos I lëm me Andit fare. Se Andi është tifoz I Barcelonës edhe e prandaj ngacmojmë çik. Megjithatë me Islin po e nis. Shiko, më duket sikur të paktën nuk ka pasur ndeshje shumë të fortë La Liga këtë javë. Ka surpriza I dashur Egon. Barazon Real Madrid. Nuk ka, por shikoj të Andi që ka optimizëm. Direkt të barazimi Real Madridit. Më shumë është gëzuar për barazimin e Realit se për fitoren e Barcelonës. Po, për ne. Jo, ishte rezultat surprizë, po dhe nasin që Real Madrid e pikë të javë, por është I Real Madridit edhe mua personalisht të sezon është që po ngrihet në nivelin e Realit që duar normalisht tash që ndryshime trajnerësh, ndryshime filozofie, ndryshime vejtarësh dhe trajneri kone vetë, pavarësisht që Reali është nuk pret dot dhe nuk ka shumë kohë të humbur, është një ekipet më të mirë në Europë që është gjithmonë jetë pranë krejut dhe të luftuar për kampionatin. Por tash, ishte një barazim shumë I mirë që besoj përsëri Reali do të jetë normalisht ndeshja bashkë Barcelonën që do të vazhdojnë në rrugën deri në fund. Por surprizë me shumë gole ishte ndeshja e Barcelonës dje, I Barcelonë që po të shikojmë përsëri një problem madh pa mbrojtjen, e ka pasur për ekipin në mënyrë se si luan, simin e golave shumë të lehtë, si edhe në Champions League edhe dje, po prapë ishte një fitore që I bashkëngjitet e Real në klasifikim. Është një ekip me shumë të rinj, po të shikojmë moshën mesatare, do të thënë jemi kënaqësi të çan se si I klubi integron të lojtar akademisë, e bën punën mjaft mirë që ato bën vite me radhë. E besoj që këto do të jenë ato rivalizuese deri në fund. Nuk e di, e pe çfarë goli bëri Messi te Interi atje? E pash. Çfarë goli fantastik, na riktheu. Messi është Messi, Cristiano Ronaldo është Cristiano Ronaldo. Por epoka tyre ka përfunduar në Europë. Patjetër. Tani unë dua të citoj çik Hansi Flick. Po. Barcelona nuk do mbyllet kurrë mbrapa. Pavarësisht se për momentin ka një mbrojtje që fut ujë, dhe fut goxha ujë me thënë drejtën, sepse të psosh 2 gola nga Celta Vigo, nuk është e pagët. Dhe do kesh përballë ekipe shumë të mëdha në Celta Vigo është në vendin e 13, siç e shohim edhe nga. Po, nuk ka cilësitë e Realit Madridit, e Manchester City dhe me radhë e Parisit e Chelsea që do përballet Barcelona në Champions League, sepse Barcelona pretendon të fitojë Champions League. Por kjo skuadër nuk do mbyllet kurrë. Kjo skuadër do fitojë ndeshjet në përgjithësi 4-3, 5-4, por do arrit të fitoj. Dhe këtë e tregoi edhe mbrëm me Celta Vigo, pavarësisht se shënonte, e psonte, arriti pastaj sepse mos harrojmë që ka kualitete shumë të mëdha brenda, përveç emrave të ri që përmendi Isti, që vin nga La Masia dhe janë çuna të ri që vërtet janë virtuoz. Ka një Robert Lewandowski që disa thonë që ka ardhur fundi, po unë nuk mendoj që ka ardhur fundi. Shënoi një triplet dje dhe u rikthye ai Lewandowski që ne njohim, dhe unë shpresoj me rikthimin e Pedrit, me rikthimin e portierit, mendoj që Barcelona, edhe Rafinha se mos harroj, është mungesa më e madhe që ka pas Barcelona këtë kohë, do rikthehet përsëri një Barcelonë konkurruese. Dhe do e shijojmë. Okej. Mua më gëzon fakti I rikthimit të Lewandowskit. Po. Sepse kam simpati të veçantë për atë si lojtar, që nga kohët kur ka qenë pjesë e Dortmundit, e më pas ke Bayernit e tjerë, doja të citoja një foto të portaleve, Leva is back. Po, fix. Dhe më pëlqeu goxha. Më vjen mirë për atë si lojtar që rikthehet me 3 golsh dhe I dha një 3 pikë goxha të vyrë Barcelonës që e afron me 3 pikë me Realin e Madridit dhe
ajo rivaliteti bëhet më i bukur kur distancat janë të vogla. Gordon, ju ngacmoni pak këtu dhe e dini pikën time të dobët Barcelonës, por tash realisht domethënë si Reali dhe Barcelona janë dy nga skuadrat më të mëdha të Europës dhe të botës. Patjetër, po sigurisht. Është kënaqësi të shohësh dhe rivaliteti i tyre jo vetëm në La Liga, por sidomos Champions League bashkë me emrat e tjerë të mëdhej, na bëjnë që ne ta dashurojmë akoma më shumë. Te loj, uroj që Lewandowski vetëm në qoftë se na bjen kombëtarës tonë me Polonin për play-off. Mos tjetë gjendje të mirë, ndoshta inshallah më nga fare. Edhe duhet të thekseve diçka në La Liga, komplimente Vedat Muriqit. Po, Vedat Muriqit. Je fitore 1-0 Gëdavës, dhe është gëlçunusi i tretë në historinë e Majorkës me 40 gola. I pari është Samuel Eto'o, i dyti nuk kujtohet tash me thënë drejtën, ndërsa i tretë është Vedat Muriqi, sepse na bën vërtet krenar na bën vërtet krenar. Unë nuk e di, besoj. Kemi foton besoj. Isli Idi do ta maj mend se ka qenë në Shqipëri shumë vite përpara, apo jo Isli Muriqi, dhe ndoshta edhe ke luajtur kundra. Ka qenë i ri. Apo jo. Ka qenë duhet të qenë i ri atë. Ka luajtur me Teutun dhe me Peshën. Edhe e ke hasur ndoshta edhe në kampionat, apo? Ndoshta. Jo, nuk të e kam hasur. Okej, në rregull. Gjithsesi, kam qenë larguar. Kuptoj, ke qenë jashtë Shqipërisë në. Një bravo Vedat Muriqit. Isli, aty më qëndron sepse dua të kaloj te Serie A, dua ta nis me ty. Kemi patur ndeshje interesante, Inter Lazio 2-0, Interi vijon qëndron në krye të Series A, Parma Milan 2-2 dhe Juventus Torino 0-0. Kjo është fusha e Islit. Pa diskutim. Po edhe joti, ha? Isli është tifoz i Inter. Diskutojmë shpesh për Interin. Unë mendoj që kjo javë ishte si thua domethënë spriti që i thët në kryet klasifikimit. Dhe më zhënjeu pak Milani sepse ishte një perspektivë mirë, Allegri do bënte kaq mirë. Kam bërë një ekip solid, kur ndër figurat e atij ekipi mendoj që është Modric, kur është moshën 40 vjeçare dhe është një lider i padiskutueshëm, si fushën lojës ashtu edhe jashtë. Por që fatkeqësisht e javë, si thua, nga 0-2 barazuan 2-2 me luajtën një 90 minutë me oscilacione, mbasi pjesë të parë shumë mirë, dominues totalisht 45 minuta, dhe një pjesë e dytë që 20 minutat e para nuk pothuajse nuk ekzistonin dhe erdhën dhe dy golet goli barazimit parë. Më pas tentoi, por gjithsesi tash janë ekip që do të shkojnë deri në fund kampionatit. Dhe surprizë ishte humbja e Napolit. Personalisht mendoj që Napoli me gjitha frimet që ka bërë këtë sezon është një nga pretendentet kryesorë. Besoj që edhe pas së humbjes besoj që do jetë, por që tash ishte një Bologna që ishte më aktive dje dhe më solide. Dhe një Napoli që pothuajse nuk është se ishte aty ku duhet. Ndoshta edhe këtu ka edhe pak nësitë e veta. Mendoj që mund të ketë diçka me lojtarë, sepse besoj në lojtarë me çfarë informacion kam diçka brenda dhe nuk kanë konflikte. Nuk e di, ase është të vërtet apo jo. Por ndoshta edhe këto konflikte dhe reflektuan dhe në ndeshje direkte, kështu që mbetet për të parë. Dhe Juventusi, mos harroj barazimin me Torino, është për të vlerësuar dhe loja mire e Torinos, është një Juventus që përsëri akoma dhe në arën e Spalletit nuk është se është një por unë e kam thënë që nuk është se trajnerët kanë shumë për të bërë në këtë moment, sepse me ato lojtarë të cilët ka Juventusi, nuk mendoj që dhe vetë klubi pretendon që të jetë pretendent për fitimin e titullit. Besoj me atë grup lojtarë që kanë edhe Juventusi tek kaqja do të shkojë maksimumi, mos them që këtë sezon do të jetë edhe rrezik. Por ti nuk mendon kështu? Jo, jap drejt Islit ke kjo pjesa, sepse edhe Spalletti kur arriti marrëveshjen me Juventusin, parashtroi që nëse unë arri kaqën Champions League-ën, do rinovoj. Do kërkoj rinovimin. Më rinovoni kontratën. Nëse nuk e arri dot Champions League-ën, mos më rinovoni kontratën. Si thua, ai e konsideron veten në periudhë testi. Duke qenë se erdhi në mes të sezonit edhe ndryshe nga trajnerët e tjerë, Mancini dhe një tjetër, më kujtohet emri momentalisht, kërkon kontrata 3 vjeçare. Nuk e di nëse Isli ka informacion për këtë pjesë.
Jo, normalisht këto trajnerë që vinë, normalisht Mancini apo dhe në emër tjetër, mendoj që duhen kontrata faqate dhe ashtu duhet. Dhe për momentin, Juventusi përveçse zgjidhje medale, Spalletti, sepse nuk ishte probleme financiare kuptimit dua kaq, dhe këto zjatra ishte limituar deri në maj. Dhe i vetë futet me një test për veten e tij, kuptimin që nëse ai ka rezultate dhe pastaj të bëj kontratën afaqate, sepse ka dhe kohë të ribëj ekipin, sepse ai tashmë e ka gjetur ekipi është. Erdhi në mes të sezonit, nuk e ka kapur në fillim. Është vështirë që bëj çuditëra, por që ka ndorë ndryshoj module loje, ritmin e lojës, ekipi japi motivim tjetër, sepse ndeshjet e fundit sigur Juventusi është i ndezur tek pjesa e motivimit. Normal lojtarë me kvalitet ato kanë. Kështu që mendoj që do t'i japi një shkëndik nga Juventusi. Unë kam besim ke Spalletti. Okej. Kam besim ke eksperjenca Spallettit dhe besim ke Juvja ke merkato janarit. Okej, do ta shohim në fakt. Ngjelet për të parë. Ngjelet për të parë. Nëse ti e di që merkato janarit është shumë e vagët, nuk diskutohet. Është mund të gjejmë shumë alternativa, por janë klubet më mëdha që mund të japin zgjidhje diçkaje. Po. Unë kam besim të disa, përveç trajnerit Spalletti që është pa diskutim një emër shumë i madh, por kam besim të disa emra që janë aty, mbi të gjitha një Don Zhegrova, i cili u fut në pjesën e dytë në ndeshjen kundër Torinos dhe i dha tjetër impuls lojës së Juves. Është vërtet një lojtar virtuoz. Dhe unë mendoj duke hyrë në mekanizmat e trajnerit Spalletti, sepse i kam dëgjuar deklaratat e Spallettit që ka thënë që projekti im do jetë shumë edhe te pjesa e Zhegrovës, do t'i japi shumë rëndësi Zhegrovës, mënyrën si luan futboll Zhegrova. Inshallah e kemi thënë këtu që të kemi të gjitha gjendje fizike, sepse anën teknike ka goxha të lartë, dhe besoj që do bëj goxha mirë dhe është një kënaqësi dhe krenari edhe për ne shqiptarin që të shohim një lojtar shqiptar, sigurisht patjetër, në rastin konkret, që të veshë fanellën e Juves, një ekip i legjend. Doja të shtoj diçka ke ndeshjet Juventus Torino. Po. Derbin shqiptaro-serb Ismaili Vlahović. Po. E futi Vlahović në xhep. Po. Ismaili është në një super formë. Jo, më vërtet, është ndeshja më perfekte se ndoshta edhe në shkaluam pak në detaj e kemi diskutuar. E vërtet. Që ka qenë një nga ndeshjet më perfekte të Ismailit. Dhe është për të vlerësuar faktin që e kemi dhe Ismaili në formë. Po, e kemi si alternativë ajetit. Vlahović bëri një gol në ndeshjen e fundit, më duket. Po. Në Champions ishte me Sportingun. Dhe nuk bën më gola Vlahović. Aq e ka bën një gol në 70 ndeshje. Mu më pëlqevi shumë që Ismaili u rikthye, luajti 86 minuta në një formë perfekte dhe kjo është një augur shumë i mirë për ekipin tonë kombëtar. Më shqetëson pak fakti që Aslani këto ndeshjet e fundit nuk i ka nisur si lojtar formacionit tek Torino, por kam dëgjuar deklaratat e trajnerit të Torinos, i cili ka thënë që kanë dhe një element tjetër që është po aq i rëndësishëm sa që është Aslani tek pozicioni i Aslanit dhe kështu që normalisht Aslani ka luajtur 10 apo 11 ndeshje në mos gabuam isli formacion me Torino dhe 2 ndeshjet e fundit i ka nisur po, e vërtet i ka nisur si lojtar Stoli. Por gjithsesi sepse kemi hallin tonë, është lojtari kyç i skemës Silvinio dhe ekipit tonë. Patjetër, na duhet minutazhi. Po pa diskutim që po, dhe entuziazm. Dhe humbja Napolit. Po, me Bolonjën. Surpriza nga Bologna, një ekip tashmë i konsoliduar në pesë të Serie A. Po. Besoj se e mori me merit, apo Isli? Po. Jo, mos e drejt. E dominoj. Po mos harrojmë. Unë dush Napolin, patjetër që është merit. Bologna sezonit e fundit e ka ngritur si thua nivelin. Në pjesëmarrjen në Champions League, ka 2-3 sezone që është aty dhe përsëri është foske forte edhe për këtë sezon. Kështu që italianu trajneri ka bërë një punë fantastike. E nisën jo mirë, por që nga java në javë ka konsoliduar lojën dhe pikët. Ato ka një projekt ka një projekt shumë serioz sepse u bën u bën 3 vite që janë lart, po synojnë Champions League-ën, ndërkohë duke fituar të ardhura, po nxjerrin edhe lojtarë të rinj të cilët edhe po i shesin, dhe kështu që vërtet është një skuadër shumë serioze dhe një projekt shumë serioz. Mirë, Inter i vend parë, komplimente, patjetër, aty ku takon. Mos harrojmë edhe Romën. Jo, absolutisht. Aty me Interin, do e them, unë i qëndroj Inter, Roma,
Napoli nuk e hat poshtë Napoli. Efekti Gasperini. Efekti Gasperini pa diskutim që është një trajner shumë i madh, por edhe Milanin nuk do ta lejë mbrapa. Allegri është Patjetër. një mjeshtër i Serie A. Ekipet janë aty me 2 pikë. Normal. Tani do bëjmë edhe çik tifozdik edhe për Milanin se kemi Iglitaren, që na bën krenar. Patjetër. Mirë, që të hidhem të shpejt tek Bundesliga dhe tek Liga 1 franceze, të dyja bashkë, duke qenë se kanë, po themi, s'po them më pak interes, po kanë më pak surpriza, po e them kështu. Megjithëse surprizat nuk kanë munguar as kësaj here. Siç është për shembull barazimi i Bayernit të Muniut me Isha shpresë që Bayerni ta humbte këtë ndeshje për ta bërë çik fare Union Berlin, Bundesliga, por si përfundim Bayerni ngjelet Bayern, e barazoi minutat e fundit 2-2. Ka barazuar dhe Dortmundi gjithashtu. Pikërisht pas se Bayerni është një Leipzigut ndaj Hoffenheimit. Dhe humbje Leipzigut ndaj Hoffenheimit. Bayerni është një ditë keqe, sepse njerëz janë dhe ata do gabojnë një ditë. Por problemi është në Gjermani nuk përfitojnë rivalet. Si Dortmundi dhe Leipzigu që kishin mundësi ta ngushtoheshin sadopak diferencën me Bayernin, nuk arrin të fitojnë. Kështu që Bayerni e ka të thjesht fare Bundesliga, shekon ta diskutojmë këtë. Nga ana tjetër në Francë, nuk doja të leja pa përmendur. Jo, do t'i përmendim gjitha, thjesht jam duke përmendur. Nuk doja të leja pa përmendur efektin Harry Kane ke Bayerni sepse po shënon gola me thas. Okej. Urojmë të shënoj Serbiz dhe të pushoj me Shqipëri. Ndërkaq në Ligën 1 franceze, Lyoni me PSG-n fiton PSG jashtë në Lyon pra, dhe Marseilla që ti ke shumë qef ka bërë detyrën dhe ka fituar me Brestin. Po, e kam shumë qef sepse trajneri De Zerbi është vërtet një trajner me vizion futbollit evropian dhe bashkëkohor, të cilën unë e vlerësoj dhe e pëlqej shumë. Uroj shumë që një ditë De Zerbi të jepet shansi të drejtojë një skuadër të madhe, emra të big, që kanë shanse që të fitojë dhe trofe. Por duke e treguar me Marseille, duke e treguar dhe me Brightonin, mos harrojmë Brightonin, unë e vlerësoj shumë si trajner. Urojmë që Marseille të vazhdojë kështu që ta rivalizojë deri diku Paris Saint-Germain, por pa diskutim që Parisi ka 2 skuadra në Francë, që mund të fusi dhe ekipin e dytë dhe ta fitojë kampionatin francez. Por ama dje fitoi me vështirësinë më të madhe kundër Lyonit në minutën e 95, fal një golit të Joao Neves në goditje standarde. Individët të zgjidhin ndeshjen në momentet e caktuara. Jo, ishte një goditje standarde, rutinë që i ndodhet çdo skuadre, por dua të them që ishte një fitore në frymën e fundit. Pa diskutim. Është Parisi në vend parë me 27 pikë, ndjekur nga Marseilla me 25 pikë. Pra nuk është se janë shumë larg. Marseilla është rival direkt. Uroj të vazhdojnë kështu. Edhe Lenci është me 25 pikë. Lenci bëri surprizën Monaco 1-4 dhe mban hapin me 2 kryesues. Me 2 kryesues.